A je lodhur me orët e gjata për të shkuar dhe ardhur në vendin e punës? Ke fëmijët e vegjël dhe do të shijosh çdo moment të veçantë të rritjes së tyre. Por puna jashtë shtëpisë nuk ta jep këtë mundësi. Pritë lutem, më dëgjoj deri në fund dhe je ti që vendos. Përshëndetje. Jam Leda, bashkëshorte dhe mami i një djali. Më mundonin edhe mua situatat që përmenda më lart. Isha unë ajo mami që ikte koha duke vrapuar të kapja trenin dhe autobusin. Por edhe pse sforcohesha, kur kthehesha në shtëpi, e gjeja djalin në gjumë. Kam humbur kohën më të bukur të rritjes së djalit tim. E si prind, ndihesha në faj që nuk isha në momentet më të bukura të rritjes së tij. Hapat e para, fjalët e para e të tjera si këto. Por këtyre vështirësive u erdhi fundi, kur në Facebook po shikoja një video si kjo që po shikoni ju tani. Në fillim mendova se nuk ishte e vërtet, se si njerëzit të thjesht, pa eksperiencë në teknologji, kishin arritur suksese të mëdha. Por vetëm pasi bëra regjistrimin në website, e pash që kjo platformë kishte 50 vite eksperiencë. Ishte e ligjshme dhe për më tepër e trashëgueshme. Kjo gjë më shtoi kuriozitetin për të hedhur një hap më shumë. Mentorja ime më mbështeti në çdo hap, si dhe sistemi i automatizuar më jep lehtësi duke bërë 80% të punës. Me orë fleksibël e për më tepër nuk ishte të bënte me shitje produktesh. Ishte një arsye më shumë për të mos pritur. E kapa këtë si mundësi për veten, bashkëshortin dhe për më tepër për djalin që tashmë, si një preadoleshent, i duhet një vëmendje më shumë se kur për edukimin e tij. Ju them me plot gojë që kam bërë zgjedhjen e duhur. Se jo dhe ti. Të ftoj të marrësh guximin për të hedhur hapin e parë, e së bashku do të festojmë suksese të mëdha. Dhe të bëhesh ti mbështetëse financiare dhe emocionale, të kesh më shumë kohë për familjen tënde. Fito kohën e humbur duke marrë vendimin e duhur. Jepi krah ëndrave të tua. Suporti dhe mbështetja ime nuk do t'ju mungoj. Me dashuri dhe ju jap gjithë bekimet e Zotit nga unë, Leda. Mirë dëgjofshin.